Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Udhëheqës nga e gjithë Evropa janë mbledhur në Armeni për edicionin e 8 të Komunitetit Politik Evropian, një forum që bashkon rreth 50 kresh shtetësh dhe qeverish për të diskutuar sfidat kryesore të kontinentit. Në këtë summit Kosova përfaqësohet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ndërsa Shqipëria nga kryeministri Edi Rama. Në kuadër të pjesëmarrjes në summitin e Komunitetit Politik Evropian, Kurti u takua me kryeministrin e Luksemburgut Lutz Frieden. Gjatë takimit, Kurti falenderoi për mbështetjen e fundit prej 50 milion eurosh, i cili dëshmon për kushtimin e Luksemburgut ndaj forcimit të kapaciteteve institucionale dhe mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. Bashkëbisedimi u përqendrua gjithashtu në zhvillimet aktuale politike dhe prioritetet strategjike të Kosovës në raport me integrimin evropian. Kryeministri në detyrë Kurti theksoi rëndësinë e avancimit të mëtejmë në këtë proces, përfshirë kërkesën e Kosovës për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe progresin drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, theksohet në njoftim. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Agjiu ka takuar ushtruesën e detyrës së kryesuesës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku. Përmes një postimi në Facebook, Agjiu ka bërë të ditur se kanë diskutuar mbi zhvillimet aktuale në sistemin gjyqësor, forcimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e efikasitetit institucional. Gjatë takimit u theksua rëndësia e bashkëpunimit ndër-institucional në funksion të rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor, theksohet mes tjerash në njoftim. Të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të obliguara që deri më 7 maj të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ky obligim ligjor vlen për 53 partitë aktualisht të regjistruara, ndërsa nuk përfshin subjektet që synojnë të garantojnë cinisma qytetare apo kandidat të pavarur. Ndërkohë, periudha zyrtare e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit 2026 do të zgjasë 10 ditë, duke filluar më 28 maj dhe duke përfunduar më 7 qershor. Shorti për renditjen e subjekteve politike në fletvotim pritet të hidhet më 16 maj. Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës do të mbahen më 7 qershor dhe pritet të i kushtojnë vendit mbi 10 milion euro. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se ka nisur remonti i rregullt vjetor 30 ditor i njësisë B2 në termocentralin Kosova B në përputhje me bilancin vjetor energjetik. Sipas njoftimit, ky proces është pjesë e planifikimit operativ dhe synon mirëmbajtjen teknike, rritjen e sigurisë në operim dhe garantimin e funksionimit të qëndrueshëm të njësisë. Ndërkohë, njësia B1 e termocentralit Kosova B është duke ju nështruar projekteve të mëdha të modernizimit, përfshirë ndërtimin e elektrofitrave dhe sistemin DE në aks, punimet të cilat ka nisur në muajin prill dhe pritet të përfundojnë në fillim të dhjetorit. Pas përfundimit të këtyre investimeve, pritet të rritet ndjeshëm siguria në operim, të zgjatët jetë gjatësia e njësisë për 20 vjetë dhe të sigurohet përputhshmëria me standardet e Bashkimit Evropian dhe mbrojtjen e mjedisit, thuhet në njoftim. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se rruga Ilez Kodra në lagjën Dardania është rikthyer në qarkullim me 1K, pas përfundimit të punimeve infrastrukturore. Sipas vendimit, lëvizja zhvillohet nga rruga Saliçeku në drejtim të rrugëve 28 Nëntori dhe Isa Boletini, ndërsa këto dy të fundit mbeten me qarkullim në 2 kahje. Autoritetet komunale mbajnë thirrje për respektimin e sinjalizimit rrugor me qëllim të lehtësimit të trafikut dhe rritjes së sigurisë në komunikacion.
Në shënimin e ditës ndërkombëtare të zjarfikësve, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka vlerësuar zjarfikësit si një nga shtyllat më të rëndësishme të shërbimit publik në vend. Ai theksoi se pavarësisht kushteve të vështira dhe mungesës së mbështetjes së dur në vitet e fundit, zjarfikësit nuk janë dalur asnjëherë në kryerjen e detyrës së tyre. Haradinaj u shpreh se zjarfikësit janë krenaria e shtetit, duke shtuar se ata edhe kur janë lënë anash, kanë vazhduar me përkushtim dhe guxim në vijën e parë në shërbim të qytetarëve. Sipas tij, sot më shumë se kurrë ata meritojnë respekt, vlerësim dhe përkraje për shërbimin ndaj vendit. Gjatë 24 orëve të fundit, siguria në trafik dhe rendi publik në vend vazhdojnë të mbeten sfidë. Statistikat e publikuara tregojnë për 10 aksidente trafiku dhe një numër të lartë gjobash të shqiptuara ndaj shkelcëve. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas statistikave zyrtare të Policisë së Kosovës, në vend janë regjistruar gjithsej 41 aksidente trafiku, 25 me persona të lënduar dhe 16 me dëme materiale. Në kuadër të aktivitetet të sigurisë në trafik, policia ka shqiptuar 1929 tiketa trafiku, ndërkohë 9 persona janë arrestuar për vepra të ndryshme, ku 8 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Irani paralajmëron marinën amerikane të qëndrojë larg ngushticës së Hormuzit, pasi presidenti Donald Trump thotë se SBA do t'i ndihmojë anijet e bllokuara. Ferizaj u shpall kampion në volejboll në konkurrencën për meshkuj pasi në finale mposhti Lubotenin. Ferizaj ka korrurzuar një sezon të jashtëzakonshëm duke u shpallur kampioni i Kosovës në volejboll në konkurrencën e meshkujve. Skuadra Ferizajase dominoi gjatë gjithë edicionit dhe në finale tregoi e përsitë të plot, duke mbyllur serinë ndaj Lubotenit me rezultat të pastër 3-0 në ndeshje. Me lojë të organizuar, disiplinë dhe cilësi të lartë, Ferizaj nuk la vend për befasi, duke konfirmuar statusin e favoritit deri në fund. Pas përfundimit të finales së tretë, u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve, ku trofeun e kampionit e dorëzuan presidenti Federatës së Volejbollit të Kosovës, Bahre Gjinovci, dhe kryetari i komunës së Ferizajt, Agir Aliu. Çmimi për lojtarin më të mirë të finales MVP i takoi talentit Fisnik Mehmeti, i cili u dallua me paraqitjet e shkëlqyera në ndeshjet vendimtare. Ndërkohë, medaljet për kampionët u ndan nga zyrtarët e lartë të federatës dhe institucioneve vendore, duke përmbyllur një sezon që do të mbetet gjatë në kujtesën e volejbollit Ferizajas. Të nderuar shikues, me informacionet nga sporti po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Takohemi sërish në edicionin e orës 15. Deri atëherë, mirupafshim.